Tha Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu, një ditë tha pejgamberi sa më lexo Kur'an. Thash pejgamberi Zotit, të lexoj, po ty të ka zbrit. Tha po duhet ta dëgjoj edhe nga të tjerët. Dhe fillova ta të lexoj derisa arrita tek fjala e Zotit. Fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi rasulin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida fa qala hasbuk. Derisa arrita tek fjala e Zotit, e si do t'i vejë halli atë ditë kur çdo populli do t'i sjellim dëshmues, e ndërsa ti o Muhammed do të jesh dëshmitari dhe dëshmuesi i popullit tënd, e dëgjoj profetin alayhis salam që më tha mjaft mos e plotso më. E ngrita kokën dhe pashi profeti alayhis salam po qante. Jo për hallin e vet, po qante për ne. Subhanallah. Merë mend të jesh para Zotit madh dhe profeti alayhis salam dëshmuesi yt. Nuk është e lehtë o vëllezër.